Pejgamberi alayhi salatu vesselam na rikujton edhe një herë se këto ditë besimtari duhet t'i mbush me punë dhe me vepra të mira, me adhurime të cilat e afrojnë atë me Allahun xhelle shanhu. Siç thot Imam Ibn Hajar el-Asqalani, ku tregon se pse këto 10 ditë janë kaq madhështore. Arsyeja kryesore, thot, mendoj që i bën këto ditë të jenë kaq madhështore dhe të veçanta dhe 10 ditët më të mira të vitit është sepse brenda këtyre 10 ditëve grumbullohen, kombinohen, bashkohen të gjitha adhurimet bazë dhe themelore të Islamit. Brenda këtyre 10 ditëve, si asnjëherë tjetër përgjatë vitit, gjendet sërish namazi, sadakaja, agjërimi dhe haxhi, i cili nuk mund bëhet vetëse në këtë kohë të vitit.